Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në emisionin Në Kuvend të martë, pikërisht një të martë që jemi para Krishtlindjeve. Për 2 ditë janë Krishtlindjet, pastaj vjen dhe festa e vitit të ri. Normal do jemi me 2 emisionet e fundit për të mbyllur vitin 2025. Natyrisht unë kam përzgjedhur disa materiale që besoj që janë të këndshme sot në Kuvend, përcjell edhe pak atmosferë humane që ka lidhje me festën e Krishtlindjeve. Gjithmonë njeriu du t'jap nga vetja, sepse bëhet më i mirë, sepse dhe gjendja e tij dhe emocionale dhe shpirtërore, por në të gjithë ecurinë, mbarvajtjen e jetës familjare, individuale tjerë është shumë më e mirë, është si një augur pozitiv kur ti jep diçka nga vetja. Dhe aq më tepër kur vijnë festat shënuar si janë Krishtlindja, viti i ri, por dhe festat tjera. Njeriu duhet të tregohet bujar dhe human. Kështu që tu kam zgjedhur përveç se një momenti që është shumë interesant, që lidhet me një vend që quhet pushimorja fotosinteza në hadroj të Pukës, afër Fusharësit. Është një gjë shumë e bukur, edhe kjo ka anën e fortë humane, por mbi gjitha, meqense si jemi edhe në muajin e pyllëzimeve për pyjet. Unë shoh disa aksione jo si çikur, po të domosdoshme për mbjelljen e pemëve, për të kujdesur me pyjet. Janë mushkrit e qyteteve tona, janë mushkrit e fshatrave tona, janë mushkrit a dheut ton. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa ti të ndikosh për mirë, për t'i mbaj pastër mushkrit. Dhe mushkrit e një vendi pastër i mbajnë pyjet. Është një pushimore, pasi po thënë hadroj afër Fusharësit, rrugës që kalon sipër pastaj dhe shkon në rrugën e vjetër Qafmalit. Mjafton të ndalesh pak aty të kuptosh se çfarë ndodh me një pyll të mirëmbajtur. Është një matur e shkollës pyjore të Fusharësit, të cilët kujtohen pas 50 vite dhe kanë bën një gjë kryevepër me drejtues Tonin Aliaj. Tonini që është edhe pronar i Ardenës. Mënyra e kompozimit të pushimorës fotosinteza është nga më të rrallat një model që duhet marrë në gjithë pyjet e Shqipërisë. Ka që në shtator që është promovuar, unë kam qenë atje dhe e kam parë me kujdes, kam bërë dhe filmime, kam sjellë dhe intervista me njerëz që janë aty. Por atë ditë koncidoj që t'ishte edhe Miss Globe. Miss Globe bukuroshin nga shumë vende të botës, të cilat kanë dalë të surprizuara nga ai vend aty. Është një vend që edhe shkencërisht ka një ndërtim të tillë në mënyrë se si është mbajtur pylli. Janë pyje jo të reja, po kanë moshën e maturës që e ka bërë këtë. Është një gjë e bukur, por kur them shkencërisht, aty jep dhe anën meditative kur ti bësh pjesë aty dhe sa ndikojnë pikërisht pyet, sa ndikon oksigjeni dhe gjithçka tjetër. Deri një detaj të vogël që do shihni, një detaj shumë interesant. Për shembull, edhe tualetet që janë aty, janë tualete ekomjedisore. Edhe gjëra tjera. Gjithsesi, që mos flas më tepër, unë shijojeni këtë moment pikërisht tek pushimorja fotosinteza në hadroj të Pukës afër Fusharësit. Ndiqeni. Sot jam nis për një vend shumë interesant, jam me Gjonin, me kapetanin këtu, edhe jemi rrugës Fusharësit, po afrona, që veni po afrona Gjon? Shi ne sa kena kalu atë Gojanin direkt për Fusharës. Tani për Fusharës, tani tu do të shohim një vend që quhet pushimore, fotosinteza. E ke po atë vendin Gjon? Po, është fantastik. Është interesant ajo? Do shohim në bazë të videove që do bëjmë. Po, ta bëjmë atje. Po ka këtu jemi në breg, po kalum bregun. Domethënë ka pisha të larta, sepse kjo është quhet për pisha. Pisha, bredha, është kipi bredhit, është modeli veçantë me të drejtë. Gjithë ky aksi mua më pëlqeu shumë sepse faktikisht është i mbushur me pisha edhe me kate tjera pyjore, me bimësi të larmishme, mbi gjitha pa shumë gështenja.
Ka shumë shtënja kjo zonë. Shtënja, çështja është vetë zona. Është vetë zona. Ti e bën vazhdimisht, e? Sepse Gjoni mbulon Coca-Colën tonë, edhe është agent i shija, si qushti. Agent shitjesh. Agent shija. Është njësh Gjoni, ja, shifje më, që marrë. Edhe Gjonit i kam qëri, ki kuaj dasën bukur, Gjonit fantastike. Mirë, do t'i shojmë aty sepse ka i gjë shumë veçantë. Ja, rritëm. Rritim, mirë kjo këtu. Okej, ja, që ta marrë tani. Pra, këtu jemi, ja? Këtu janë pisha. Tani këtu shoh këto pisha, që si janë pishat në vjellura. Do mund ketë shumë vite, do na i seroj pak Tonini dhe specialist që ka aty. Është një event shumë i bukur sot. Është një surprizë që ta shihni deri në fund. Edhe i shoh këto pisha ku mrekulli, ja si janë do breva, pisha këtu lart fare. Te pushimorja këtu me pret Tonin Alia. Hesim pak dhe të takohem me Toninin aty. A shih një pisha këtu. Kjo edhe pak rruga ndahet majtas për puk. Edhe foshazhe nga ana tjetër. Tani këtu është pushimorja, fotosinteza, që kënë duke përgatit. Çfarë do ketë tu? Welcome dhe Miss Globe 2025 në pushimor, pra mirë se vini. Pra do t'jenë vajzat e bukura të Miss Globës. Do jenë pikërisht tu. Edhe është gjetë një vend fantastik. Më kishte marrë malli me pa kësaj pishash. Si janë. Është një shembull unikal në Shqipëri. Do bisedoj pak me Toninin. Po futem pak në detaje këtu. Ja që e kanë sistemu, shumë bukur. Pret Tonin Alia, më s'ka nevojë me e prezentu Tonin Alia, se mjafton këtu Tonin Alia, Ardena, Simbioz e punimit drurit unik në Shqipëri. Por mbi gjitha Tonin ti ke bë vepra pafund vëlla. Ku nuk është dora jote. Po këtu është dora më veçantë me qashon. E vërtet, shumë e vërtet. Si është kriju ideja këtij pylli, ka simpatik i pyll, dhe me thonë i vjetër, i mirë para 50 vitesh, ku në matura parë, arritëm të bëjmë 50 viturën, të bëjmë këtë pyll, që e kena mirë në dorën tonë. Me dorën tuaj në vitin vitin 1973-74 janë mbjellë këta. Keni qenë matura e pyllorës të Matura parë në Fusharës. Ashtë periudhë matura parë, kene qenë sa qona me fjallë, ishte viti i parë i shkollës mesme që kërë atë të qonat, të me thonë të gjithë gjenër, të gjithë simpatik, gjithë me fjallë me shpirt artisti, dhe arritëm nga përvoja, nga puna, nga mësimet që me leksionit, mirëm pishat e para. Pishat e para. Kjo pish është shumë interesante. Okej, shiko tani, pishat e para, pastaj do më shpjegosh mu. Për shembull, që ta kuptoni ju atje, ja shihni për shembull pishën këtu. Shihni pak këtu jashtë, shih se sa i gjatë është. Okej. Pra, tani nga durët e Toninit atë kohë, Tonin sa ka qenë ajo? Ato kanë qenë 1-2 vjeçar, janë me kupi. Ato po. Dhe interesante se kjo lloj pishe hyn te lloji i brellit, dhe kanë një pseudocuga me zimi. Dhe kjo ka ardhur nga Amerika, nga Kalifornia në Amerikë, është kanë ardhur fare, jo kanë dhuru diku këtu në udhëheqjes për kanë provuar, kanë mbjellë dhe ka arrit, është pylli i parë që është mbjellë me këtë lloj bimet kjo. Shumë interesant. A bim që rritet, kjo kurioziteti kësaj, kjo shkon deri në 50 metra lartësi, dhe shkon diametri dhe 120 cm diametri kësaj e pishës. Vajtan të kimë dhe pisha e parë. Dhe në tjerë, dhe ato qenë pishë mjaftë e curia saj ka qenë shumë e mirë. Okej, tani pushimore. Se i keni vu emrin pushimore. Po. Nga që është rruga shumë e bukur. Po. Mu gjithmonë ka pëlqyer kjo. Do të duhet si një tuneli mes pisha ashtu. Do të frymëzon, të jep oksigjen e tjerë në radhë.
Dhe ju keni gjithë këtë venin këtu që e keni përshtatë, ta shohim të bëjmë një gujit në përtet. Patjetër. Pra dhe i gjo tani, se ku të që vinë nga gjithë bloki, vajzat nuk përkët bloki. Vajzat që vinë dhe konkurrojnë në rrethin e Pukës. E konkurrojnë këtu. Ki parasysh një gjë, ato mund të shkojnë kudo, unë e kam thënë shpeshherë në përbjesh. Në përbjesh, e kam thënë gjithmonë. O vlla, nëse nuk rrujmë bjeshkët tona, s'kemi bjeshkët tona, mund çam duhet Shqipëria 2030. Ç'a të bëjmë ne? Unë se du Dubai në Shqipëri. As nuk e du New York. Ne do Shqipëria 2025. Du këto, gadaqela, domethënë unë po i quaj këto pishat gadaqela. A je dakord? Dakor. Kështu që ti e ke bërë shumë bukur edhe në mënyrë simbolike, që do t'i afrosh të bukurat e botës, t'i afrosh ke gadaqelat e bjeshkëve shqiptare që janë pishat fantastike, është gjetje kjo, bravo Dori. Gjetje pushimore, domethënë tu mund të pushosh edhe fotosinteza. Po shkruajt edhe anglisht, no? E do të shpjegojmë edhe aty më mirë, unë e di edhe për mend, por mos bëjmë një gabim, sa se fotosinteza do të shndërrimi i energjisë diellore në praninë e lagështinës dhe në përpyje çliron oksigjen dhe merr gazin karbonik, që është e shnetshme për çdo njeri. Dhe kjo është qëllimi i saj. Jashtë në zhbur. Tani e se po shoh edhe këto kostume këtu më pëlqejnë shumë. Po na vjen edhe goca. Ja, shikoj. Edhe kemi tani dy bajraqe edhe këtu në fotografi patjetër, kemi mirë ditën edhe bajraqet e Pukës. Po. Si e kalu? Ju falenderoj. Jeni. Sa bukur. Gjergji, na më di këta. Jo. Gjergj Marko. Edhe herë. Kam posë posë edhe. Bravo, shumë bukur. Goza shumë bukur. Shifi pak, hajde aty. Gjë mund ta, janë mis globi, hajde pak ti gjëna. Të mis globi jonë. Jo, mis globi më ja shifi, si kemi ndi. Keni me mis globi. Janë më të bukura sa ato që do vinë ka ku diu. Normal. Kjo është 50 vjet matura, këto janë produktet e këtyre dhe pishave, që do marrin farat, do arrijnë shumë shpejt të marrin farat e këtyre, të mjellim dhe të kultivojmë dhe të shumë flishojnë gjithë Shqipërinë. Pra këto fara që prodhohen këtu, ë? Tu. Për këtyre pishave, brendave ku di çan, ë? Do përpiqemi dhe do kemi filluar dhe lobojmë dhe do ta bëjmë ta shpallim, domethënë rezervat faror. Rezervat faror. Që prodhon fara për të mjell. Tovarina është e prodhuar me 50 vjetorin matura parë si lykëtor, në Ardena dhe Rafaela. Dhe sorti Rafaela në bashkëpunim e kanë prodhuar edhe kanë dhëruar këtij veni këtë tovarin. Kjo është me dron. Dron që nuk ka vetë për 50 vite. Ku është marrë këtë droni? Droni është marrë të Ardena. Të Ardena, juaj. Po si që droni është juaj, po. Okej, shumë bukur. Tu do jeni bëu tani qëndrimin pyetje në këtë fat. Po çfarë? Qëndrimi edhe një herë tani të marrim të çfarë sjell qëndrimin pyetje, sepse flasim ne, por ka nevojë të shkruar dhe kur vin trit, vin ti lexojnë. Vazhdo tani. Qëndrimi në pyjet halor, se kanë pyetje se ka dhe pyetje halor, ka dhe pyetje gjathor, me një fjalë. Forcon sistemin imunitar, redukton inflamacionin, urt stresin dhe përmirëson gjumin. Rrit përqendrimin dhe qetësinë mendore. Llogarit e deri ku ka shku kjo. Përmirëson humorin, domethënë ke humor, redukton temperaturat lokale përmes hijes dhe avullimit. Urt temperaturën, bllokon zhurmat urbane dhe krijon një ambient të shnetshëm. Aroma e halorëve përmban vajra esencial që ndihmojnë në zgjerimin e rrugëve të frymëmarrjes. Përmirëson e shëron persona me astm të lehtë dhe alergji. Esencat e halorëve shërbejnë për rigjenerimin e lëkurës, relaksimin dhe forcimin e muskujve. Edhe kjo vjen nga matura. Kjo vjen adhurat nga matura e parë silvikulturë 1971-1975. Me të drejtën unë gjithë to që thotë ky unë fillova me i marr sa futa këto. Shumë e rëndësishme kjo. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo nuk shërben vetëm për periudhën e verës, kur temperatura, po edhe periudhën e dimrit, shifet se aty jashtë është shumë ftoftë, këto merr një ngjarësi, se e krijon vetë ambienti, edhe kjo në dimër është në 5 deri në 6 gradë, kurse në verë urt 5 deri në 6 gradë. Mrekulli, i bëj një sugjerim kryeministit Edi Ramës, pa një podcast me Tonin Alin. Leri atje, bane edhe këtu, hajde bane. Këtu kemi arrit, vetë nga njohuri që marrim të shkolla, i kemi arrit këna mosha 50 vjeçare, lartësia 20 metra dhe diametri i saj 50 cm. Ka një rritje një 1 cm në vit. 1 cm në vit, çfarë mrekulli është kjo. Okej, vazhdojmë këtu kemi
Këtu Një afishim edhe shumë e bukur. një toalin e prodhume. Kjo piktura këto që pasojnë pas editorën e kjo është një vepër arti. Nuk mund të ma një toalinë e thjeshtë. Nga vepër arti e dizajnuar me nga pikturë fakse që punojnë edhe në Francë. Dhe ti sa bukur të mëj, një student duke aty po e në staf për efekt fotografive. Po kjo do rri Po. Në që se do përndër një jutë marrë të shokë ma du, se të marrë një foto. patjetër, bëjmë pastaj. Okej. Kemi papë zotit tërë. Kjo ishte fotosinteza, shëndrimi energjisë zemrore, energji kimike, dioksid karboni, ujë dhe drejta e diellit prodhojnë glukozë dhe oksigjen që thithet nga gjithë. Edhe du të ndëj gjatë, që ka shumë nënësi që mund përqeu, sepse që dhe shqip dhe anglisht, do me thanë ata që vinë me motora, e keni vure, turizme, aventurë, që vjen edhe që mos ketë gujder këtu, që për mund të ketë një gujder, por edhe mund të jetë sinjaristika. Kemi parasysh paguhen drejtori, pa drejtorish, çdo bashki të Shqipërisë, Ministria e Turizmit e tjerë me radhë, dhe në mënyrë kategorike nuk e ka këtë sinjalistik në gjithë Shqipërinë siç e ka bërë Tonin Alia i sot. Këtu nuk i lëmë do të pa kado, që nuk ka në shkëndonjë. Ashtë një usejnë të marrës në qërë. Këtu, ha? Pa. Pra vjen Kjo këtu. vjen këtu dhe kjo do të aplikohet nga gjithë. Kjo merë frym. Baj frym, lira frym. Kjo është në atër vjen 10 sekonda. Pra merr frym thellë për 4 sekonda. Për 4 sekonda, marë frymin për 4 sekonda, lira frymin për mes gojës për 6 sekonda. Përsërit e ushtenin për 3 deri në 5 minuta, kryo qetësim dhe relakson çdo gjë. Shqiptarë ku do qeni, shqiptarët e qyteteve, shqiptarët e smogut. Hajde këtu, bëni këtë ushtrim njerë një javë, mund të ditë. Okej, mrekullitë. Jemi me këtë mozaikun që ka kemi. Kena mozaikun që përgatitet për mes periodin. Kemi vënë disa tabela për të shtyr nga dëmtuesit e gazjavit. Nuk është një ta përmendim, po është një gjë shumë interesante që mund ta shohim. Kemi bërë 2 tualete natyrore. Ja, pa çfarë kemi bërë. Këto kemi bërë ujë të vazhdueshëm, asnjë me ujë. Dhe funksionon mirë. Tani shiko, ka një gjë, Tonin. Ka erdha rrugës, unë pash një, duke bën një që ishte Nur Gjoni, Nuri Gjoni, nga bicajt e Kabashit, dhe kishte ardhur nga Tirana, ishte du bë, atë do e bëte kishte vënë ajo një kyç bukur aty. Absolutisht, hynor, unë e quajta kështu, krojnet e udhave të gjata. Siç i kemi pas historisht. Mund vjen mirë ta mburë në zonën e Matit. Rruga që është nga Shkopeti dhe krojna që i ka bërë bashkia Mati. Po. Ndërkohë që në shumë zona i kanë futur krojnat e udhës gjata që nuk prekesh me kanon në njërin e tjetër, nuk prekesh dhe i kanë futur për shtëpia. Kjo krojnave të vazhdon edhe në shkoj në Korzi, shumë ka edhe në rrugës për i bane, janë gjitha të bane nga komuniteti edhe një që të njërë kanë investuar për të... Krojnat e udhëve të gjata. Ne kemi qenë si një bogull dhe gjata, edhe kanë qenë për rimarrje energjish e gjitha. Kështu që këtu e gjeni. Ndërkohë që pat zjarrin aty, ja, pëlqej shumë zjarrin në natyrë, fantastike. Edhe hajde tani më tregoj edhe ato, kujdesin për tualetet. Tonin. Tualetet në natyrë. Tualetet në natyrë, ti shkoj ato. Kujdeset deri edhe për tualetet në natyrë. Tualetet janë me një model alla turka, janë me qesë me bajna, janë me bide për shkaku dhe me të gjithë të parametrat. Do të njesh përveç asaj do relaksosh edhe aty se nuk ke asnjë diçka të pa kushtuar me mirë. Çdo gjë ka kushtet e plota. Tonin, unë të falenderoj shumë, unë do të jek eventin që do bëhet këtu, do ta njeh deri në fund, do të falenderoj shumë sinqerisht në emër të gjithë atyre mirë njerëz që do të ndjekin normal, në emër të gjithë punës që ke bën, se kjo është puna më e veçantë, i vërtet e bën mes Tiranës, por ta bësh këtu është bekim për durët tuaja, për mendjen tënde, për frymëzimin tënd, për trashëgiminë tënde të në radhë dhe je një aset kombëtar. Kjo bëhet për efektin e nostalgjia shkollës, për efektin e shkollës. Po kisha që të promovoj shoku, me që na rrit bashkë, kena kalu shumë vite me ta dhe në këtë rast të promovojmë edhe shkollë. So kemi bërë një darkë të mes të fuqishme me fjalë, me njerëz me profesorin tonë një shiqe qokaj, me kërë specialistin e pyet Kolmalaj,
pranga, gjën firza dhe kemi kalu një darkë të shkëlqyre. Me muzikë dhe ma hen po. Me tavolina me çdo gjë. Shumë të falenderoj. Biles na kemi edhe ma vonë nuk besoj se ka në të projekt, kemi edhe lidhje me një dhe shkara të të. Shumë faleminderit Toni. Është kënaqësi, do ta ndjek tani të shpresim një moment. Shiko tani, tu kam improvisuar një studio, studio Maç, pëlqen shumë studio në Tiranë. Edhe kam dy ish maturant të shkollës fushase. Matura e parë, E keni filluar. Matura e parë. e viti 1960. Çfarë ju jep kjo gjë sa? Domethënë duket sikur matura ka dalë tu në terren. Çfarë ju jep ju, si e përjetoni? Me thënë drejtin, tash jo se lavdërimin në sy të i nashtë shamë, po me thënë drejtin iniciativa. Me të bëhu si më i madh që ka pacientë. Po. Se të mini gjithmonë na ka mojtë edhe tjerë ta afër një vitesi, hajde bashkëpunë. Gjithmonë pra duhet një. Siç kanë qenë kujdesar në klasë. Se kam qenë nuk kujdesar klasë. Po, si ma scrivete Tonini, pak ma... Më duke më kanë emocione, domethënë kur ju keni qenë moshë e re, me këto bige, dhe imagjinoj si kanë shkuar të bige të një Kjo tregon se këto kanë edhe liridhje ekonomike. Edhe do të përcjell dhe një mesazh Tonin, do të përcjell një mesazh për saj. Edhe për ata që quhen ndryshe armiqtë të tyre. S'kam për të ditë ku ka fare, armiqtë të tyre, nuk ka armiqtë më të rrezikshëm. Absolutisht. Ndërkohë edhe Luka Shumë malë. Njerë koha me ekspozuar ka mundësi që ne me në ushtu edhe jeta, me në ushtu edhe jeta nga knaqësia. Nga knaqësia, sepse Po merr oksigjen. kjo është 20-50 vite të parë. Kena bo teorim, po kemi në klasë, edhe këtu kena ardhe bo praktike, se bo shumë praktikat. I kemi mjellë në duhetuna, i kemi prashit, edhe kanë ardhë deri në këtë stadë që kanë ardhë. Kena bo për shfrytëzim. po, tani janë për shfrytëzim. Do të janë këtu nuk do shfrytëzojnë Jo, se do rrim shumë pushimore, po këtu sipër shfrytëzim që shkum të kjo, puna shfrytëzim. Shfrytëzim do në mënyrë racionale, shfrytëzim në mënyrë shkencore. Po duhet hesh sa të shtrenda për shkakun, sa të që kanë degë jo rregullta do bëhen një tip krasitje. Po mirë, ky model që keni bën këtu, atë fut ka jo në mënyrë shkencore diku kur në PD shfrytëzonin në marrë kjo. Në radhë. Edhe kjo duhet shumë se ja ku janë universitetet. Vide zotë gjëtë, sa për që mos ta harrojnë, ne kemi marrë dhe nga bashkia. Në shumë projektin atë, është marrë dhe nga bashkia për krasitë dhe për pahimin e qishtyrit. Ky model mund përhapet gjithandej dhe në gjithë Shqipërinë. Pa, Është modeli më i bukur. Shikoj, po ta shuajmë brezat për shkak të ta vlerësoj, tash do shumë. Po do ta vlerësojnë breza sepse do nalen jetë. Siguroj, ja për shembull sot vinë më të bukura te globit. Pra, kur vinë më të bukura te globit, ashtu unë për shembull i premtoj Toninit që unë këtu do sjell një moment. Unë kam drejtuar në San Mirlida për 16 vite, do sjell artistë e Mirlidës, do bëjmë një gjë shumë bukur, janë të ri etj, ju themi ja. Dhe kash, pastaj tu mund bëhen, mendoj unë, mund bëhen edhe jo vetëm biseda, po dhe orë leksionesh. Për shembull, shkolla pyjore. Unë e kam futur në sistem, e kam propozuar që tash me fakultetin e pyet dhe do vinë ata, do të bëjnë mësim këto, do të përpiqen edhe ata ta shpallin në rezervat pyjor. Lidhësën tjetra është një degë që ka dalë tash, arkitektura peizazhit quhet. Arkitektura peizazhit. Peizazhit. Kjo është shumë e domosdoshme, është si veta viti i 3 në universitet, edhe ajo do të jetë e domosdoshme edhe për ndërtimin e këto pallatet, dhe ata do vinë këtu dhe do ta ndryshojnë prapë gjithë arkitekturën e kësaj, ta bëjnë me stora, do japin mendimin, ata janë specializuar për peizazh. Shumë bukur. Unë ju bëj thirrje shkollave, ju bëj thirrje shkollave, do rrihet shkolla
Hasani që është ministri i veriut, Hasan Migu. Unë mendoj që përveç këtyre vizitave që bëhen për muzeet e ndryshme radhë, ky është një muze natyror, por një muze produktiv. Dhe pse mos vinë, domethënë me një lloj kalendari, të vinë klasat e ndryshme të gjitha shkollave të veriut, sidomos jemi, por pse jo edhe më poshtë, të vinë dhe të marrin një shembull se si mund të ruhen pyjet. Është absolutisht është një gjë shumë e bukur dhe kalon një ditë fantastike këtu. E dyta tani që ta mbyll është kjo. Ju keni filluar me një kubik para 50 vite. Dakor? Para 53 vite. 53 vite ka filluar. Ai kubiku i vogël. Që ka qenë kaq. Dhe ky kubik është dash 50 vite për të ardhur këtu ku është. Ti që kap shkrepse, kemi deli pyetje, dhe që vjen zjarri në pyetje, do të kuptosh të gjanë, që ti je duke marrë mundin e këtyre 50 dhe sa vite ndërkohë kur ja thosh një pishe për një zjarri. Ndaj, du të kuptoj një herë mirë që të rritet një pyll, don vite, don dekada, don edhe i shekull për disa lloje. Nishte 80 deri në 120 vite. 120 vite. Kështu që unë uroj që ky vend këtu të funksionojë edhe për ata që vend zjarrin këtu, vinë të pushojnë ata. Patjetër. Dhe të kuptojnë që është mirë me i mbaj kështu. Që t'i ruajmë pyetje. Unë kam nështu diçka. Në kodin e këtij sistemi, si të na bëjë. Është bisedu dhe që të të njëni kena vonë tabelen për pastrimin e këtij. Dhe se duke i heq dekat e tata, duke e pastru këtyr, ne mbrojmë shumë nga zjarri se që i pa pastru, ka në zjarë kurora dhe vizet krejt. Nërsa kështu kur është larg, shumë rrallë nuk ka Vine që të kanë nevojë, mana teknikë kanë nevojë dhe për rrugë, që të futet edhe makina, si të hynë edhe zjarëfisja, për ato rrugë bajnë darën e parcelave dhe nuk nga një parcelet e tjera nuk ka lënë zjarë. Janë domosdoshme, nuk janë se janë si dikush hap një rrugë dhe thotë jo pse hapi rrugën. Është shumë e dorë të qenë rrugë që përmirësojnë për mos djegjen e pyjeve. Ne ta prezentuar atje, po do ta marr me dorë, besoj nuk do mërziteni. Jo, patjetër. Se janë pjesë. Kush kanë qenë iniciuesit e rregullimit të këtij pylli? Një vizitë që kanë bërë me Fadil Lubanin, bëm ca foto këtu, ai kishte siguruar farat nga Amerika dhe lini ideja kësaj. Edhe si e zhvilloi ishte kjo promovimi i librit Pyjet dhe Sharrat e Pukës në vite. Ku janë Gjën Firza, Peter Dema, Frank Parenga janë autorët e këtij libri. Një libër shumë i bukur. Libër shumë i bukur. Libër shumë produktiv. Edhe ne kemi qenë vazhdimisht kemi edhe ndihmuar për promovimin e librit, edhe kemi qenë edhe promovim me fjalë gjithë me studentët e asaj kohe. Dhe kjo është një libër model i realizuar nga këta të persona, inxhinier dhe ekonomistë. Edhe kopertinën e gjeni në një mënyrë tjetër këtu te pushimorja fotosinteza. Okej, u lumshëm tu. Faleminderit shumë. Është momenti i ardhjes se Miss Globe këtu tek pushimorja fotosinteza. E është fantastike që çfarë ndodh këtu në rrugën e Fushazit. I marr çik që ka dhe Kenya aty. Don't change. Frankie, Rog, bravo Rog. E sove Miss Globin këtu mbjesht e Pukës. It'll be in English after Tonin speak in Albanian. What is this place? How it's created by them, and the story of the position where we are now for the moment. Okay. Mirë se erdhë Miss Globi në Pukë dhe aktualisht sot të pushimorja, fotosinteza e quajtur nga matura silvikultur 1975.
welcome the Miss Globe here. Një eveniment mjaft I rëndësishëm. Okay, so it's a great pleasure that we are together since in, I forget now, 2014 with Tonini. It's the big boss of one of the biggest industry of the wood. They created the tables, the chairs and mobile for the homes and everything. And the first matter of this. Qëllërit të ditë në qif një pyjet e punktëve të Shqipërisë dhe mos rrinë në për hotele me 5 me 7 yje. Okay, it's good opportunity for you in this tour to not stay all the time in the hotel with 7 stars, but to enjoy the atmosphere and the fresh air in the middle of forest. This is another opportunity. That you are the first that comes for in 22 years that we're doing the Miss Globe, okay? Duke marrë energji pozitive në pyllin e bukur të Pukës, besoj që të mos të dalin vetëm në mis, po të jeni të gjitha mise. Edhe urojmë që të çmime sa më shumë. Okay, so you are here to take the positive energy and for tomorrow to have a great show for the semi-final, first semi-final of the talent show. And Tonin wish that all of you to have the titles, the prize, and that's beautiful for everyone. Okay? Thank you. Faleminderit. Welcome, Albania. Three, two, one. Tani pa u shput nga pikërisht nga kjo temë që po flasim, nga ushqimorja fotosinteza, pata një moment që pash një me flamurin amerikan, sepse ishin me flamurit ndryshëm. Dhe me shaka I them, shiko, a ka mundësi të bëjmë një fotografi, pra kësaj bukuroshës Miss Globe, të bëjmë një fotografi se du me majtë mirë me Donald Trump, ishte një lloj shakaje, dhe kur më përgjigje thot, unë jam shqiptare. Ishte Samantha Shkreli. Një vajzë e shkëlqyer që e don vendin e vet fort. Është lind në Amerikë, por e fliste shqipen shumë bukur dhe mbi gjitha vjen në Shqipëri në mënyrë sistematike. Ajo përfaqësonte Amerikën në Miss Globe këtu. Dhe kjo më përgjigj disa pyetje që unë I bëra, më tregoi se vini këtu sepse vini këtë rrënjtë të parëve të mi, kam gjyshën Shkodër, vi vazhdimisht ta shoh të përgdhel dashurinë e gjyshës, siç kemi nevojë ne fëmijët, më thotë ajo kështu, dhe mbi gjithat mos e harroj kur vendlinjen. Dhe ajo edhe pse përfaqëson Amerikën, jep mesazhe të forta dhe kumte të forta pikërisht për ta dashur atë dheun, rrënjët. Pikërisht aty ku ne kemi lindur dhe kemi një dhe të gjithë bashku si shqiptarë. Është një intervistë shumë e shkurtër, por besoj është shumë e këndshëm dhe mund ta ndiqni. Jemi këtu në këtë event shumë interesant. Ti nga je? Unë mamën e kam për Shkodrës, babi për Erqinit, po jem le rritë në Amerikë. Le rritë në Amerikë, çfarë vjen në Amerikë? Jetoj në Connecticut, është offer New York. New York. Je studente apo ke mbaruar? Jam tu e kam kryer universitetin, I thash jam të punoj në New York për një avokat, edhe kam qit me kanë një avokat. Punon për avokate. Tani të shoh që ke rujt gjuhën shqipe. Se ti ke lind në Amerikë. Se shoh shumë shqiptarë që kanë lind jashtë, por nuk flasin shqip. Dhe po pëlqej unë me thënë drejtën desha të bëj një fotografi me ty dhe thash ta bëj me këtë amerikanin që ta marr mirë me Trump. Ku më thana shqiptare kjo? 100% shqiptare jam. 100% shqiptare. Edhe e kam mama jame e baba jam kanë dashur me moj traditën shqiptare, për shto kam mësuar gjuhën shqipe, mos me harru, se është shumë e rëndësishëm për diasporën shqiptare, mos me harru vendin ku jena ardhur dhe traditat tonë. Tani tu vjen për herë të parë. Është herë parë në Puk, po për gjithën vjet këtu në Shqipëni. Për çdo vit vjen në Shqipëni. Po, se gjyqja jame ala jeton në Shkodër, edhe doja jam. Shumë mrekullisht. Ndërkohë tani tu vjen mes pyjeve të Pukës. Po. Pra që është hera parë. Ç'a të pëlqeu sot këtu, domethënë? Ç'a është e gjë që ti tani, sepse ti ke pa Gradacella, ke pa breakdate të famshme, ke pa gjithandej. Dhe këtu vjen në një mal. Po.
po i mal pak më ndryshe, pushimorja, fotosinteza, ç'a të pëlqeu sot tu? Oh, gjithçka është i dhënë bukur, gjithçka është pastër, pa jam shumë krenare për tonë këta vajzat për gjithë kënd në përbot, me pa sa bukur e kena Shqipnien, sa bukur e kena tradita tonë, kultura jonë. Edhe më pëlqen shumë se kam një për dojës tem, se Puka është i vend shumë e bukur, se kanë mojtë kulturin shumë mirë, edhe kanë traditat shumë forte. Jam shumë krenare se tonë këta vajzat kanë mundësi me pa sa bukur është Shqipnia. Sa bukur Shqipnia. Pe dy vajza të veshura me kostum tradite? Po, i kam pa. Njëra ishte me veshjet Mirditës, dhe gjupi i famshëm i Mirditës, domethënë nga veshjet më të mira të globit. Dhe tjetra ishte me veshjen e Pukës, sepse kemi Puk Mirditë në terrenin qimi këtu. Edhe atë pëlqej veshja, atë pëlqen veshja e traditës. Oh, shumë, kur kam qenë vogël, unë kam qenë të kësy për shembull shqiptare. Po. Edhe ashtu kam vesh për kostumin e Shkodrës. Kostumin e Shkodrës e ke vesh. Dhe të ka pëlqyer, edhe këto kostume të tjera që. Tani të them një detaj. Në Miss Univers 2012, përfaqësuese e Shqipërisë ka qenë ajo që fitoi Miss Albania Univers, Adrola Dushi. Ke dëgjuar për Adrolën? Po, e di. Okej, dhe Adrola ka sfiluar edhe në Las Vegas. Dhe post tjerave një puntat ka sfiluar me veshjen e Mirditës, që është cilësuar një nga veshjet më të mira të globit. Në veshjet shumë të bukur. Okej, dhe pranë ti po më pëlqen vërtet shumë që një shqiptare e lindur në Amerikë rikthehet në rrënjën e nënës, në rrënjën e gjyshës. Faleminderit shumë. Tore shumë suksese. Kalofshi sa më bukur, e jeni shumë të kënaqur me Shqipërinë e Veriut, me Shqipërinë e Mesme, Shqipërinë e Jugut. Shumë faleminderit, jam shumë e kënaqur se tonë këta vajzat në për tonë botën janë të ardhur me paso bukur Shqipnia. Edhe jam amerikane nga lindje, pa jam shqiptare nga zemra. Bravo, Samantha, nuk e harro këtë intervistë. Kam 30 vjet gazetar, nga më të bukurat që kam bërë deri tani, me një personazh shumë interesant si puna jote. Faleminderit shumë. Samantha, shkëlqyer fare. Se jam të fol me ty, jena të ku. Bravo. Tani pas këtyre dy gjëra të bukura, mendoj, e përmenda që në fillim të këtij prezantimi, atë që ka të bëjë me anën humane të njeriu dhe gjestave humane që ndodhin sidomos me raste fesash, dhe sidomos në festat të shenjta siç janë edhe Krishtlindjet. Kam ndjek një aktivitet pikërisht se nuk po e ndahemi Pukës me një mjeshtër i madh i sportit, por unë e quaj mjeshtër i madh i humanitetit njerëzor, përparim Laçi, me hanin e tij në Laç. Ai ka prit një shoqat që ka të bëjë me një target njerëzish me aftësi ndryshe. Pikërisht shoqatën e të veprave të Mirditës. Unë e thira kryetarin e shoqatës Bardok Kaçorrin dhe kam biseduar dhe herë tjera, e shoh shumë aktiv mënyra se si vepron me këtë shoqat. Sa humane është të bësh shoqatën aktive, të bësh njerëzit aktiv, që të mos e ndjejnë humjen e shikimit, po ta jetojnë jetën, sikur e kanë shikimin, se mbi gjitha shikimi shpirtëror brenda vetes, shikimi, ai nuk do të humje kurrë, dhe shoqëria pranej duhet të prezantojë modele të tilla, siç është modeli i përparim Laçit. Përparimi i ka prit atje. I ka prit tek hani vet, ju ka bërë një drejk shumë mirë, edhe në Pukë kanë vizituar Pukën, kështu kanë bërë shpjegime, dhe mbi gjitha pasaj një nga të verbrit e Mirditës Pjetër Biba, që është nga zona e Domzhonit, me çiftërinë e tij i ka dedikuar edhe një këngë përparim Laçit. Unë e mora në telefon dhe më thot përparimi, kësaj radhe vërtet kanë ardhur një autobus me këto, unë vitin tjetër do t'i pres 4 autobusa, kam shumë dëshirë të mbinë gjithë ata që janë të mundur për të ardhur dhe t'i pres në mënyrë humane. Është një gest fantastik dhe unë du ta përgëzoj edhe në emër të emisionit ton tashmë gati në fund të vitit, ta përgëzojmë gestin e përparimit dhe njerëz të tillë na duhen për shoqërinë dhe njerëz të tillë i duhen edhe në kuvenit, pra në kuven me shoqatën e të verbërve përmes gjestit bujar human të përparim Laçit atje në Pukë. Ndiqeni.
Shiko, sot jam me Bardok Kaçorrin, që është kryetari I shoqatës të verbërve. A mund ta quajmë kështu, ta them me tek fjalor? Nuk është ofendues. Ja, absolutisht. Sepse njeriu, okay, bëhet. Ja, shoqat verbër. Po, Bardok ka një gjë që është shumë aktiv. Sa afërsisht sa ka me këtë lloj aftësie ndryshe domthon, sa ka mirëdita? Të verbër kanë 210 të verbër dhe 53 shoqërues. Që kanë mirëdita, gjithsej që trajtohen me këto probleme 260. Sa kohë bën ti që e drejton të 28 vite. 28 vite. Po që unë shërbej këtyre njerëzve, kam përfaqësuar edhe veten që kanë marrë ndryshe. Po. Ka një gjë Bardok, sepse unë I shoh gjithmonë kërkohet gjithmonë kështu, por janë apatik në shumë vende për shembull, për këtë lloj targeti kështu. Po ti je aktiv, Kamburi është shumë aktiv. Po unë që kur kam marrë këtë detyrë fisnike dhe humane, të përfshirë edhe veten, I kam dhënë detyrë vetes, po ndërpoj dhe çoj misionin tim që kam vënë integrimin e këtyre personave në jetën e tyre të përditshme. Po, sepse është krejt normale. Vërtet nuk është shikimi, po ka një mënyrë për t'u integruar me njerëzit, për ta jetuar, jo po thjesht për t'u mbyllur mbrana, për vdek aty mbrana, domethënë edhe me sy, edhe pa sy domethënë. Absolutisht, për deri të thonë jam I vetmi person që kam provuar shikimin e plot, shikimin 0 dhe shikimin e 5, por kemi qenë forcën e Korajën që ne përveç shikimit, ne kemi dritën e syrit, dritën e fjalës, dritën e shpresës, e kemi dhënë forcën e Korajës që ne dritën e shpirtit mbrapsht. Po të ndërrun edhe Korajën e forcën. Shikoj çfarë kam bën edhe pranë e thira sot Bardokun se një herë tjetër atje në kuvend I kam dhënë fjalën ti edhe Plezhës që do t'i kem aty dhe do flasim për këtë stres edhe për mënyrën se si duhet punuar me ta. Por unë kam vënë re që ti bile sot që po bisedonim bashkë, kishe një projekt për t'i dërguar një grup nga shoqata për ta dërguar në Ulqin. Ë? Bravo, është gjë e madhe kjo, sepse I lëviz nga qyteti, I lëviz gjithandej e shohin jetën me ngjyra pak më ndryshe. Një ditë ndryshe. Për ditën nga rutina që ti ke qenë para disa kohësh në tetor, ke qenë në Puk, ke miku im përparim Laçi, ë? Po. Dehani Laçi, po. E kalu të bukur? Po, shumë bukur. Unë po të thënë që ishte një ditë jo e jashtë zakonshme, sepse që në kontaktin e parë që unë bisedova për të përdarëzuar, por tek përparimi unë pas ndjeshmërinë njerëzore që kishte për të persona, bojarinë që bojaria mund të jetë edhe disiplinë, sepse disiplinë humane kuptimin që të shërbesh atyre njerëzve pas një lloj interesi vetëm për humanimin e tij, dhe është fakt që unë njohja me një njeri si Vesniku, por si përparimi, por kishte edhe shumë gjëra që ishte edhe veç atyre që ne ishim aty, na ftoi që çdo vit, kjo ishte ajo esenca që çdo vit për çën atje. Çdo vit, jo sa keni apo, më shumë se jeni, unë do të kontriboj për të. Dhe ishte shumë mirë. Dhe unë dhe rrallë tjera që do shkoj, unë për ta bërë me prezente dhe me aktive humanizme dhe do të kem edhe një përfaqësues mjetës ose një gazetar që ta përcjellë. Okej, herën tjetër do vijon. Herën tjetër. Në kohën që flasën Bardokun I kërset telefonin se e kërkojnë Bardokun vazhdimisht. Okej. Tani gjë Bardok. T'ju them njerëzve që ndiqni atë që kanë përjetuar shoqata e veprave të mirë ditës pikërisht ke hani përparim Laçit. E të falenderoj shumë përparim për gjën e bukur që ke bën dhe mbi të gjitha ata I kanë bërë sa I di, edhe I kanë përmes Peter Bibës, ashtu, I kanë me qyteli. E ndiqet e sa e bukur është. Edhe sa hynore është ti shërbesh stresave dhe targeteve të tilla, pikërisht që kanë probleme fiziologjike, por shpirtin e kanë plot, sepse me një humanitet tillë, me gjë tillë si puna e përparimit, mund të mushësh për një ditë, për një muaj, ku diun, për një vit, mund ta mushësh shpirtin e njerëzve që janë nevojat. Tash unë edhe me këtë e falenderoj ti përparimin, edhe unë nëpërmjet këtij unë do falenderoj ata, të shpreh me njohjen, por do të falenderoj edhe ty që je I vetmi gazetar që ke qenë prezant në çdo aktivitet ose ku kanë ardhur, që ke përcjellë shqetësimet dhe problematikat e gjithë të njerëzve që më shumë sigurt kanë nevojë për mbështetje dhe solidaritet.
Okej, pardon, faleminderit shumë. Unë jam marrë nga profesionin tim, gjëja më e vogël që mund bëjë njeriu. Ndishin nga preparimi atje, ke hani i preparim laçit, unik në Shqipëri të Veriut. Ndishin. Përshëndetje, është kënaqësi sot me një grup të vepërsh të Mirditës. Vim edhe vizitojmë edhe Pukën në prag të 15 tetor ditës botërore të veprave dhe që kontaktin e parë me Zotin përparim u tregua i gatshëm për të kontribuar në ndjenjën e humanizmit dhe buririn që karakterizohet të person. Unë jam edhe qik si emocionuar se është për herë parë që vinë Puk, një qytet i bukur, me artun, dhe e bërë atë vizit edhe për të bërë një dritë ndryshme me këta persona që kanë nevojë çdo ditë, çdo muaj, edhe çdo vit që kemi pranë sa më parë aty me aktivitet dhe ato dhe me mundësitë tona që kemi. Atë edhe i herë duhet të falenderoj përparimin, drejtori Shnet dhe bashkinë suksesin e tij. Respekt me përparimin. Shumë e bukur. Pastërti. Ku kema në njerëzit tonë, një ditë, vllazët tonë. Knaqem se. Krisu po Zoti, ishte gjetën. Por Zoti më ka keni? Faleminderit për respekt. Zoti të pritshmëri. Edhe për i herë në vit të shkoj kocini ju sartë dëni ju marë. Faleminderit shumë. Kur ta planifikoni çdo vit, edhe 3 herë se kaç, 4 herë se kaç, jeni të mund të këtu. Çdo vit. Faleminderit shumë. Të pritshmëri. Zoti ju vashtë. Faleminderit. Merso ju jetën. Atëherë Zinë të mera pas gjithmonë e jetën. Zoti ta shtof jetën e me kokë. mirë se gjetëm përparimin, shtasave në mëtur, edhe të urojmë shëndet, marrësi, suksese edhe gjithëve sukses dhe marrësi. Zuar me gjithë. Zuar. Ere të dashur persona të verbër që kemi janë në një dita. Është verë për ne që na krijuan një mundësi që një aktivitet tonë në Pukë nga Zoti Përparim Laçi, një biznesmen i shkëlqyer që tregon bujarinë e sofës pukjane. Ai meriton fjalë më të mira krahas për këtë anë shoqatës tonë, bardhokun që organizuan këtë një pritje kaq të madhe. Atëherë meriton një përshëndetje pavarësisht se artistikisht unë jam me i tel, por sa të mundëm të mbluan. Shumë goja, hajde durë. Faleminderitoj Puka jone, bujarine ke paso gjithmone. Gjithmon ke o ti bujarine dhe një rallë me malësie. Në mes të Pukës po jepan dyqime, burri rall me emrin Përparime. Atëm goja! Borë të shnit dhe bujari Pukjani,
turit nera për parin laçe. Rallë si tua ne puka sot gjene, burë bujar o le bismes mene. Nuk di fjallë o për me të versuve, buja iqke me ta harruve. Per parini humani qajane, kryetari so freskuk jane. Sot e bukur po duket dita, kanë ardhos diton ka mirdita. Jetë nuk goja! Nuk zemrat, nuk. Ne kam harrota shumë. Что, на что? Что на